Në seancën e zhvilluar këtë të hënë në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u trajtua çështja penale ndaj Leonard Dukës dhe anëtarëve të grupit të tij, Fatmir Hyseni, Musai, Alexander Maxhaku, Dritan Agai, Erliz Duka dhe Oltion Loga. Leonard Duka akuzohet për organizimin dhe vrasjen e ish-policit Santiago Malco, ngjarje e cila ndodhi në gusht të vitit 2019 dhe e tërënditi opinionin publik. Avokati i mbrojtësit pandehurve, Melina Egjeta, gjatë konkluzioneve përfundimtare hodhi poshtë provat e paraqitura nga SPAK. Sipas saj, disa dëshmi janë marrë në presion dhe nuk mund të përdoren në gjyq, ndërsa transkriptet e Sky ECC nuk përbëjnë prova të ligjshme sipas legjislacionit shqiptar. Ajo kërkoi lirimin e të gjithë pandehurve duke argumentuar se materiali ofruar nga prokuroria nuk mund të mbështesë dënime të rënda. Në fjalën e tij para gjykatës, Leonard Duka mohoi të gjitha akuzat. Ai deklaroi se është i pafajshëm dhe se prokuroria nuk posedon asnjë fakt që të provojë përgjegjësinë e tij. Sipas Dukës, policia ka montuar materiale kundër tij për të dëmtuar imazhin e tij, duke shtuar se ka besim te drejtësia dhe procesi gjyqësor. Seanca u ndoq edhe nga familjarët e të pandehurve, si dhe nga familja e viktimës Santiago Malco. Ema ish policit të vrarë kërkoi dënim maksimal, duke deklaruar se Leonard Duka duhet të marrë dënim me vdekje dhe se humbja e djalit të saj ka qenë e qëllimshme. Mos sodhi Erliz Dukën dhe Ilir Selmanin dhe më tha se s'kam gjë me Santin, por doli dhe më vrau djalin në mes të rrugës, u shpreh ajo me lot në sy. Gjyqi pritet të përmbyllet në datat në vijim, ndërsa vendimi i gjykatës përfundimtare pritet të shpallë së shpejti, duke vendosur fatin e Leonard Dukës dhe pjesëtarëve të grupit të tij në një nga çështjet më të ndjekura nga opinioni publik në vend.